është një eklips, mini eklips dielli, pra nuk është kaq i ngarkuar emocionalisht sa që ishte eklipsi i hënës tek Virgjëresha në datën 14 të marsit, i cili pati ndikime të përforcuara sepse 2 ditë përpara kishte edhe dielli mbi Saturn, kështu që ishte një 10 ditë goxha i ngarkuar, por ky eklips lidhet më tepër. Gjëja e parë që kemi është pjesa e materjes, pra pjesa e lekut, ekonomisë dhe të trupit ton. Pra që do të thotë, do të duhet jemi pak të kujdesshëm, të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm me pjesën e virozave dhe të problematikave të kohës, jo diçka e egzageruar, po duket sikur brishtësia, dobësia, që mund të vijë edhe nga lodhja emocionale, një ndjesi e muskujve të dobët ose mospatja e dëshirës për të qenë aktive apo për të marrë me agjendën ton, mund të kemi edhe bilance jo fort të pozitive të projektimit ekonomik. Por në përgjithësi kjo periudhë në fakt nuk favorizon projektimin as afat shkurtër, as afat mesëm, as afat gjatë. Që do të thotë, ndoshta paqartësia e zhvillimeve, ndoshta pikpyetjet e kohës, ndoshta situata në rand botror e bën paksa të vështirë atë pjesën të dim se ku mund t'i çojmë gjërat praktike tonat në të nesërmen, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë.